10 ajetet e para të surës Kehf, kush i mëson? Përmendesh. Thot janë sebeb që Allah Azza wa Jall ta ruaj prej fitnes Dejjalit. E ç'është më e bukur, e lidhin dietarët kët. Thot pse 10 ajetet e para të surës Kehf? Në fillim të surës Kehf, Allahu Subhanahu Jalla Jalalu na tregon historinë, në fillimin e surës Kehf, historia e parë që tregohet në surën Kehf kush është? Që janë disa histori. Një e para që tregohet në surën Kehf është historia e djelmoshave. Atyre djemve të ri, që kanë qenë djem pasanikësh, djem me post, me pozit. Mirë po e lanë pabesin, ju kthyn dinit Allahut, ju kthyn fesë dhe frikë u largun prej popullit, prej vendit ku ishin, sepse kishin frikë mos t'i vrasin, ku u largun, ku shkon? Shkon mal. Vendit ku ishin, sepse kishin frikë mos t'i vrasin, ku u largun, ku shkon? Shkon mal. Shkon mal. Të largohen prej fitnes dhe të largohen prej frikës që mos t'i vrasin. E këtu e lidhin dietarët, që nëse vjen Dejjali, mos u përvallo thot me ta, po largohu ju hik në mal.